Ibn Kajimi, ki djetari math, ka një fjalë të mrekullueshme. Ki adhurim është dera më e madhe që të çon ke Allahu xhalleshanuhu. Është qetësia e zemrave të adhuruesve të Zotit. Nëse këtë adhurim nuk arrin ta përjetosh në këtë dunja, nuk mund ta përjetosh hyrjen në xhennet. Pra, sa ma i qetë që je me takdirin e Allahu xhalleshanuhu, aq më afër parajsës apo xhennetit je në botën tjetër. Pejgamberi alayhi salam me një hadis të tij: Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafan fi jasadihi, wa lahu qutu yawmin faqad hizat lahu ad-dunya wa ma fiha. Hadis madhështor i nderuar i vëlla. Pra ne t'i hapim zemrat dhe shpirtrat dhe mendjet tona e të jetojmë në hijen e fjalëve të pejgamberit alayhi salam. E çfarë kuptimi ka kjo fjalë? Kush zgjohet në mëngjes, i qehet në familjen e tij, me trup të shëndosh, edhe e ka ushqimin e asaj dite, kjo është e mbret i jetës së tij. Kjo është dita më e lumtur për atë njeri. A thonje e kësaj fjale, të nderuar besimtar, e qetëson zemrën tonë. Thonje e kësaj fjale, apo fjalet e pejgamberit alayhi salam, nëse ju bindemi dhe i besojmë me gjithë zemër, wallahi ve billahi, shqetësimet dhe pikëllimet do të largohen nga zemra jonë. Jo vetëm kaq. Pejgamberi alayhi salam na mëson edhe një hadis tjetër. Thot: Men qala hina yusbihu ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه. Thot kush zgjohet në mëngjes e i thot 3 herë: jam i kënaqur me Allahun si Zot, jam i kënaqur me Muhammedin si pejgamber, e jam i kënaqur me Islamin si fe e timen, thot Allahu ka marrë përsipër që ati atë ditë që bëhet të lumtur. Me marrë përsipër një presidenti një vendi që të bëhet të pasur, kjo është një privilegj i madh për mua dhe për ti. Po të marrë përsipër Allahu xhaleshanu që atë ditë ku të gjithë njerëzit ose një pjesë e madhe e njerëzve ankohen për situata të ndryshme, e Allahu ka marrë përsipër ti edhe mua kur e thua këtë fjalë. Nëse e thua me gjithë zemër, kuptohet të të bëhet të lumtur, pa a ka ma privilegj më të madh se sa kjo? Nuk ka vallahi. Pra, thonje e kësaj fjale i nderuar i vëlla 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje, e ka sekretin e vetë se sa më tepër që mirësh me fjalë pozitive, aq më tepër këto fjalë vendosen në zemrat tona. Mos mendo se fjalët që i themi shkojnë në qiell, por fjalët që i themi janë busulla kryesore e zemrës tënde. Me çfarë fjalësh mirësh ditën, ato ëndra di shohësh edhe natën. Mos prit kesh lumturi, hare, qetësi, nëse mirësh pa ankesa të ndryshme, me shamje, me etiketime dhe kështu me radhë. Jo vallahi jo. Ato fjalë që i thua ditën, ashtu do të jetë situata, gjendja dhe kënaqësia, apo do të kesh gjendje të qetë nëse je pozitiv, apo do kesh gjendje negative nëse je me fjalë negative, nëse je me ankesa edhe me etiketime ndaj njerëzve në përgjithësi.